Një nga gjërat që pashtu ishte, sigurisht në atë kohë s'ka pas kufi. Dhe gjithmonë është debat, as we know, në rajonin ton. Ku fillonte filan kufi, ku fillonte kufiri tjetër? A ishte me të vërtetë ulçini shqiptar apo jo? Apo ashtu? Edhe ky ka një fragment, dhe diku e dinte që ishin shqiptar shumica në Ulqin, sepse ishte një zinxhir sinjale shtymi që nga Galaja bëni shqiponjë. Ishte një zinxhir even more blatant se atë mund ta gënjesh, po në aspektin e interesit ishte një zinxhir i pashkëputur informatash që fillonte nga Kepi Rodonit dhe mbaronte në Ulqin. Kështu që edhe më ndër kur po lexo që i dërgonin një tjetër sinjale me tym. Dëgjoj çfarë thatje. Sinjale me tym duhen kështu, duhet duhet mbartë se nuk shkon tymi direkt, po ishte një sistem aq i shpejt, është më shpejt se të kesh një plumb, është më ngadalë se të kesh një anije. So është duke që këtë janë nuk është historian. Dhe tregon që ishin, they were aligned, ishin domethënë të ndërvizuar me njëri tjetrin dhe me interesat e tyre që në atë kohë. Sigurisht nëse nuk fletin të ngjyrë dhe sinjalet e tymit mund të jenë pak më të vështira për të arritur dakordsinë se çfarë duhet themi kur, sepse janë situata shumë komplekse për corsairs ose për piratët e rajonit. Dhe kur po lexojmë do çuna. Jo, që di që ja kanë dalë në fakt, sot një nga Durrësi nuk e di me sa lehtësi mund ta kuptoj një shkodran. Kurse në atë kohë veç me sinjalet e tymit. Ndoshta këtë na ka marrë komunizmi, sinjalet e tymit. Ajo do na kishte shpëtuar. Thjesht duheshin drutja të partisë. Lexoja nga një anë po thea, "Ua, shumë mirë sa të organizuar, jam shumë krenar për ta nga ana tjetër." Ca ty çuna. Let's fucking go.